Sa do makjazh politik të bëhet, thjesht do vënë një që do vjedhë si Veliezë vjedhin për Ramën. Kaq është, thjesht strategjikisht. Ore, nëse e kemi këtë logjik, edhe po ta vinin këta të tut, e të mitë bashk, do vite do njëri që do vite për këtë detyrën apo jo? Po ti me këtë logjik ne. Si kanë arrestuar njërin në detyrë këtyre? Po se kanë 12 pa detyrë mo, o zotëri. Po pikërisht s'kan koston politike. Po nuk është kjo logjika. Po e kthejmë debat historik. Po bëjmë se opinioni jot, është opinioni jot. Absolutisht opinioni im, absolutisht. Do të qëndronim ke logjika. Dhe në perspektivën time logjika ishte që kjo duhet kaluar si val. Sepse ishte një moment për ta ndezë Tiranën flak për zotëri. E di çka nuk dua zgjedhje. Ai komisioni që është përpjekur Dori si Eskili. E di çka s'kishte fare për komision nevojë. Tani do bëjmë zgjedhje tani. Ky është e pa precedent, nuk ndodh më. Ky është e pa precedent. Pra të kishte ngritur gjithë njerëzimin dhe ta kishte mbajtur aty derisa të bëhej të paktën në mos zgjedhje kombëtare, zgjedhje lokale për Tiranën. Teliti? Kaq, kaos do opozitor, po çfarë do? Më lejo të mos bie dakord me mikun tim Rezi, o kolegun tim Rezi. Po pra ne ju zgjodhëm nga njëti fakultet. 24 javë Rezi te Bashkia e Tiranës protest. Si? 24 javë kaliruan valën. 44 javë e kaliruan valën në protestë të Bashkia e Tiranës. Edhe kjo e vërtetë është. Për të ardhur në këtë moment, dhe kërkesa ka qenë një vetëm një. Largimi i Veliezës nga zyra e kryetarit të Bashkisë. U largua. E pesi Odoro, më fal pak valla. E ditës së nesërme. Më fal. Ka qenë. E pesi tha e kalirova valën. Jo, e kaliruam tha. E kalirova valën. Kaliruam. Po e kaliroi Dori edhe për këtë, se po hymni diskutim te ai, për këtë unë mendoja që kaliruam ishim ekip ne. Jo, për këtë unë mendoja që ti duhet ishe në lista. Ky është diskutim tjetër. Por po them diskutime të tjera tash, diskutim tjetër gjë. Po më mirë, e di që diskutim tjetër, por kur vjen po te meritokracia, Rezo nuk mund të bësh armiku popullit me të gjithë. Ma edhe kur je armiku të gjithë, marrën mik. Jo, unë jam miku të gjithë valla. E kupton? Un kam pak miq, po që i kam të mirë ata që kam. Po pak më intereson të bëj miq të gjithë janë. Un lirinë time mendore dhe shpirtërore s'kam për ta shitur ndonjëherë, që kam menë atë. Me këdo që jam. Por po të them, në këtë logjik, protesta që bëte Bashkia e Tiranës nuk ishte kalerim. Ta them seriozisht. Ishte aksion politik. Aksion politik, që si ishte aksion politik tash. Në përfundim ai përfundoi ashtu si përfundoi, por që duke qenë se jam këtu, të mos keq kuptojmë për çfarë kanë fjalën për aksion politik për të kaleruar gjithë sistemin. Dorë më vjen keq vëllai, e di mundimin, ndaj mendoj që duhet ishte lista për atë punë. Ai ishte aksion politik, po si ishte kalerim që ti tundesh themelet e shtetit. Rezi, themelet e shtetit shqiptar nuk janë të revelia, themelet e shqiptar janë të Kundina Kryeministres. Dhe ne dim shumë edhe gjë. Themelet e shtetit shqiptar, dhe po pra themelet e shtetit shqiptar nuk janë të Bashkia. Të Bashkia e pesa thjesht u shkërmosh Veliej. Me një shkres të Edi Ramës. Vjen Edi Rama 3 herë në Kundinën e Bashkisë dhe të shmontoi të gjithë enturazhin e Veliezës Bashkinë e Tiranës. Është burrës, stafin edhe të ngushtë, drejtori i kabinetit që krye bëri në kryetare. Drejtorin e juridik që bëri sekretar përgjithshëm, i zhduku nga Kundina e Bashkisë Tiranës, i dha dhe urdhër policisë bashkiake mos i lejoni më të futen brenda këta, as edhe si qytetar thjesht. Pse po çfarë do bënte tjetër? Pra, nuk kemi debatin edhe këtu. Po çfarë do bënte tjetër se ose morë? Tiranës, ta mbaroj se jam në Skype, por edhe nuk të mos të dinja. Ne debat për protestin e Bashkisë Tiranës e kryem 44 javë. Arritëm objektivin ton. Ai ishte ky qëllimi ynë në vetvete, pra thjesht largimi i Rovelis jo. Qëllimi ynë ka qenë që të kryejnë zgjedhje Bashkia e Tiranës. E kemi kërkuar dhe të gjë, po ende se kemi arritur. Sepse jo çdo betejë fitohet brenda ditës. Me persistencë, me qëndrueshmëri, ama do të themi diçka, që nëse ka një protestë e cila ka dhënë rezultat, është ajo e Bashkisë së Tiranës. Me ato 4-500 veta që ne ishim atje çdo javë. Jo me mirat që do donim të ishim, por me ato 4-500 mbështetësit dhe qytetarët e Tiranës që dilin atje. Me ato ja dolim. Po një gjë është e sigurt, këtë ta siguroj. Në rast se ne nuk do protestonim 44 javë, të siguroj diçka që vëmendja dhe presioni politik, po edhe mediatik, po edhe qytetar, ndaj organeve për të prokurorisë për të kryer punën e tyre, nuk do ishte ai që ishte. Do të thonë ti thua nesër janë ngoni skamerita fare. Ne dim shumë se çfarë fuqie ka pasur. Jo Veliaj në sistemin e drejtësisë, dhe nuk ka qenë e pak, ka qenë shumë e madhe atje. Pasi ne dim shumë mirë siç flitet nëpër korridoret e politikës shqiptare, që ishin dalë dhe urdhra të tjerë më parë, sipas llafëve gjithmonë. Urdhra të tjerë më parë për arrestimin që anulloheshin rrugës. Pra fuqia politike që ka pasur kryetari i Bashkisë ka qenë tejet e lartë, ishte realisht e denjë për numrin 2 të enturazhit mazhorancës.
më i fuqishëm se ai ishte vetëm Edi Rama dhe është Edi Rama. Tash ne betejën e kemi në 11 maj. Dhe kjo është betejë jonë kryesore. Sepse edhe me ndryshu Bashkia e Tiranës, ne përsëri nuk e bëjmë Shqipërinë më të mirë. Ne përmirësojmë disi përmirësojmë qytetin e Tiranës. Po për të ndryshuar Shqipërinë, për ta futur shinat e zhvillimit, të hapur vendet e punës, dhe të lishmërisë sidomos, se sot nuk ka lishmëri në Republikën e Shqipërisë. Ne na duhet ndryshimi në datën 11 maj. Kështu duke qenë se unë jam në fund të intervistës praktikisht me sa kuptova dhe nga Flavio, dhe bëj thirrje qytetarëve të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë të bashkohen dhe të dalin të votojnë në datën 11 maj dhe të votojnë alternativën që jep atyre një ndryshim sado të vogël në jetesën e tyre gjithmonë për mirë, sado të vogël në jetesën për tyre. 12 vite kemi parë, 12 vite model i kemi tashmë. Mund ta bëjë çdo kush shumë mirë analizën e vet. Çdo kush le të ngrihet në mëngjes dhe të hapë dollapin e Bukës dhe të bëjë analizën e dollapit të Bukës, të shohë fëmijën e vet në sy dhe të thotë e kam fëmijën mirë apo se kam fëmijën mirë, të shohë faturat e ilaçeve, të dritave, të ujit, janë shtuar apo janë paksuar. Çdo kush ta bëjë vetë llogarinë e vet. Nëse ju del, ose rezulton që jetesa juaj është përkeqësuar, ashtu siç na rezulton ne, mbas të kontakteve që kemi dhe analizave që kryejmë, atëherë votoni për alternativat e ndryshimit. Dhe model më të mirë se alternativa e ndryshimit që kemi propozuar ne, me program, ekip dhe leadership, nuk besoj që mund të ketë. A është kjo më mira mundshme, si thotë Rezi, sepse e kalon në diskurs personal. Jo, më ndoshta nuk është më mira mundshme, po është më mira e momentit që neve mund t'i ofronim qytetarëve të Tiranës. Kam përshtypjen se këtu ke të drejtën e një batute të fundit për ta mbyllur.